Guys, kemi ardhur tek TJ Maxx sepse do bëjmë trendin e TikTokut ku unë dhe Dario gjejmë gjëra për njëri tjetrin dhe pyetjet janë këto: diçka që mund të vesh, diçka që është soft, diçka që kujton personin tjetër, konkretisht Darion, dhe diçka që do gjejmë rrugës për tek kasa para se të paguajmë. Je gati? Gati. Guys, më duket se kemi ardhur në ditën e gabuar, nuk ka asgjë. Por kam gjetur diçka që mendoj që çdo çuni i duhet edhe bën punë. Ok, njerëz, pjesa ime te kjo videoja do jetë shumë e shkurtër për dy arsye. E para se urrej shopping dhe çdo gjë që ka të bëjë me shopping thjesht e urrej si gjë. Dhe e dyta është TJ Maxx që nga shumë rëndë. Besoj që pas Christmas ndoshta i kanë mbaruar gjitha gjërat. Gjithsesi, something to wear, Kelly ti ka marrë këtë, që është një kështu mask për flokët, kur flenë, nuk e di çfarë quhet kjo. Edhe një sleeping mask që ta bëj gjumën si princesh Kelly. Tani do marr diçka soft dhe jam tek sektori i batanijeve sepse mendoj që na duhet diçka cozy edhe soft. Po mendoja një herë të mirë bizhame, po bizhamet ishin cold dhe nuk pëlqeu asgjë, kështu që shohim se çfarë mund marr këtu. Diçka soft, po mendoj të marr një peshqir. Edhe ky si peshqir mendoj që i shkon formatit Kellyt. Edhe po ja kombinoj me këto. Edhe të ketë kështu, të dyja. Këto janë për fytyrën edhe këto janë për trupin. Kam gjetur diçka super, po më duket se është më shumë për mua se sa për Darion. Është kjo batania. Dhe bashkë me këtë batanien shikoni se çfarë vjen. Një tote bag. Jam në dilemë njerëz. Nuk po di këtë zjedh, se të ca më pëlqen era, apo nuk më pëlqen figurat, do më thë nuk pëlqen pamja, ndërsa të dica më pëlqen pamja, por nuk pëlqen era. Për something që reminds me of Dario, kam marrë tek sektori i tëmblave, sepse Dario vdes për gjëra tëmbla. Dhe kam gjetur biskotat e tij të preferuara, shortbreads. Janë super të mira dhe mua më pëlqejnë shumë këto, po Dario vdes për këto, kështu që do marr këto, definitivisht nuk do shikoj asgjë tjetër. Diçka që mua më kujton Kelly, okay. Atëherë fun fact për ju, nëse ju nuk e dini, Kelly është obsessed me qirin që vjen e mirë dhe çdo natë para se të flejmë ndes qirinit. Kështu që ashtu siç është Kelly obsessed me qirin dhe aromat e mira, ashtu jam unë obsessed me Kellyn dhe erën e Kellyt. Kështu që gjëja që më kujton më shumë Kellyn është kjo. Kjo ishte më e mira që gjeta dhe për kuriozitetin tuaj, $40 qiri. Tani jam rrugës për tek kasa dhe pash një filxhan shumë interesant për Darion. Duhet ja bëj surprizë me këtë filxhanin. Edhe në checkout gjota një gjë kështu, që ta ketë për buzët, është më shi e kendi.